41 garues nga Kosova po marrin pjesë në garat ndërkombëtare të Kuranit, të cilat po mbahen në Prishtinë, nxënës e student mes emocioneve, përkushtimit dhe ndjenjes së krenarisë, ndan përshtypjet e tyre për pjesëmarrje në këto gara, të cilat po mbahen për herë të parë në vendin tonë. Darja Smajli thot se ndihet e privilegjuar që për herë të parë po ju bashkohet një gare kaq të madhe dhe të rëndësishme fetare. Ndihem shumë e privilegjuar që më ka ardhur rosti me marr pjesë në këto gara, është hera e parë që marr pjesë. Përgatitjet normal që i kanë vështirësitë dhe sfidat e veta, mirëpo dëshira dhe dashuria e madhe për Kur'anin e kanë bërë atlet këto. Edhe për këtyre garave pres inshallah me fitu diçka. Nëse jo, fitore inshallah te Allahu. E të veçlit të këtyre garave folën për sfidat, vështirësitë, por edhe kënaqësinë e rrugtimit të tyre në mësimin përmendësh të Kuranit. Ndihem shumë i lumtur, elhamdulillah, edhe kam dëshirë sa më shpejt që me vazhdu kjo garë. Edhe po ashtu ndihem edhe pak i stresuar se nuk e imagjinoj dot si kam dalë për para 300 njerëzve. Mësimi i përmendësh i Kuranit është mendoj që është shumë i rëndësishëm, se ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe e mëson të tjerëve. Si fillim, unë sot ndihem edhe shumë i lumtur, por edhe i stresuar prej pyetjeve që kanë më na bë, sepse kjo është një garë ndërkombëtare dhe shumë madhështore. Ka qenë kështu pak e vështirë, ama i kam kalu kështu ato sfida, pastaj mas do ditë kështu vresha që janë të ndryshu pak, kështu të përsërit dhe pastaj kështu lexojsha kështu pa dikan. Në fillim kështu kam lexuar me mamin. Unë ndihem shumë mirë që jam në këtë garë, sepse kjo është një garë shumë interesante. Këtu në këtë garë bëjnë shumë garues prej vendeve të ndryshme të Ballkanit. Këto gara kanë mbledhur së bashku zëra të rinj nga e gjithë Evropa dhe Ballkani, duke e kthyer këtë ngjarje në një festë të dijes dhe besimit. 146 garues nga 22 vende të Ballkanit dhe Evropës po marrin pjesë në garat ndërkombëtare të Kuranit. Kjo ngjarje madhore po realizohet në organizimin e Bashkësisë Islame të Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve Islame, Thirrjes dhe Udhëzimit të Mbretërisë së Arabisë Saudite. Garuesit ndahen në 5 kategori dhe grup mosha të caktuara. Memorizimi i Kuranit në tërësi, nga mosha 12 deri në 30 vjeç, mësimi i përmendësh, memorizimi i 10 gjuzave, nga mosha 12 deri në 30 vjeç, mësimi i përmendësh, memorizimi i 5 gjuzave, nga mosha 12 deri në 30 vjeç, mësimi i përmendësh, memorizimi i 2 gjuzave, nga mosha 12 deri në 30 vjeç, si dhe leximin nga 5 gjuza të njëpasnjëshëm, nga mosha 9 deri në 12 vjeç. Garat që nisën sot do të zgjasin deri të dielen më 11 maj, ku edhe do të shpallen fituesit nga të gjitha kategoritë.